Këtu kom ja tërgu diçka që ndoshta në të ardhmen unë do t'ju shpëtoj juve jetën. Dhe më të vërtet kjo është diçka që shumica prej jush e keni bën që ton, por nuk e keni ditë se çfarë mund të ndodhë. Dhe fjallar se nëse një ditë ju jeni duke skuqur ose duke fërguar diçka dhe në atë çast ndizet një zjarr i madh tek fërterja. Dhe ndizet një zjarr shumë i madh në kuzhinë. Dhe nëse ne shohim këtë zjarrin kështu ne nuk dimë asgjë dhe e mendojmë se çfarë na kanë thonë të moshuarit ose prindërit. Mirë po si çdo fëmijë që nuk di ose ndonjë më i madh e merr kovën e mbush me ujë edhe shkon ta hedh aty tek vaji në kuzhinë. Mirë po doni t'ju tregoj se çfarë ndodh nëse ju do I hedhni ujë vajit kur ai është në flok. Dhe ne në këtë rast do përdojmë vetëm një gotë ujë, hiç më shumë. Shikoni çfarë do I bën. Dhe gjitha ajo flokë vetëm nga një gotë ujë, mirë po paramendoni nëse ju do I hedhni këtë kovë me ujë. Mirë po çfarë është mesazhi jam për këtë video? Mesazhi im është se kur mos I hedhni ujë vajit që është në flok, kur.